Një operacion i gjerë kundër kultivimit të lëndëve narkotike po zhvillohet në zonën e Krujës, ku qindra efektiv të Policisë së Tiranës, Komisariatit të Krujës dhe Forcës Kombëtare të Sigurisë kanë ushtruar kontrolle në terren dhe në ambiente të mbyllura. Sipas policisë, gjatë operacionit janë zbuluar dhe zgjesuar me djegje sasi të konsiderueshme fidanësh dhe bimësh narkotike kanabis, ndërsa po vjen puna për identifikimin dhe kapjen e personave përgjegjës. Kontrollet janë përqendruar fillimisht në fshatrat e njësisë administrative Cuthi, ndërsa aksioni pritet të shtrihet edhe në zona të tjera të rrethit të Krujës në ditët në vijim. Për herë të parë në këtë operacion përdoren dhe dronë të teknologjisë së lartë për evidentimin e parcelave të dyshuara me kanabis. Paralelisht, policia po kontrollon ambiente të mbyllura ku dyshohet se kultivohet kanabis me llampa të njohura si shtëpi bari. Në bashkëpunim me OSHE-n, autoritetet po verifikojnë dhe zona me konsum të dyshim të energjie elektrike që mund të shërbejnë për kultivimin e bimëve narkotike në ambiente të brendshme. Grupet hetimore në drejtimin e prokurorisë po kryejnë veprime në terren për dokumentimin e rasteve dhe identifikimin e autorëve, të cilët pritet të shpallen në kërkim ose të procedohen penalisht.